Pasaporta e BE-s për shqiptarët nuk është një tjetër dokument udhëtimi, po një status i ri i qytetarie. Për ne si banor, ndër më të vjetrit e këtij kontinenti. Deklaratat e kryeministrit Edi Rama për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, por shihet nga ekspertët si një premtim elektoral më shumë se sa një objektiv realist. Në fund të marsit, Rama prezantoi publikisht një maketë simbolik të pasaportës europiane, duke bërë thirrje qytetarëve të votojnë për Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, për t'i dhënë atij mandatin e 4 radhësi. Rama premton se me këtë pasaportë shqiptarët do të kenë akses të barabartë në tregun e punës dhe të arsimit europian. Megjithatë, analistat theksojnë se Shqipëria ka humbur vetëm 7 nga 35 kapitujt e negociatave që nga viti 2022, ndërkohë që procesi është i ngadalë dhe i kushtëzuar nga gatishmëria e Bashkimit Evropian dhe nga reformat e brendshme. Afrim Krasniqi, drejtues i Institutit për Studinë Politike, konsideron premtimin një shpikje për të shmangur llogaridhënien. Sipas tij, Partia Socialiste ka humbur aftësinë për të ofruar ide të reja pas 12 vitesh në pushtet. Nga ana tjetër, eksperti Ermal Hasimja thekson se integrimi nuk varet vetëm nga Shqipëria, por dhe nga vullneti i Bashkimit Evropian për zgjerim. Kritikat për korrupsion mbeten një pengesë madhore. Bashkimi Evropian vëren se ndonë se ka pasur disa rezultate në luftën kundër korrupsionit, ai mbetet i hapur për të gjitha nivelet. Sipas Rigel Xhemolarit, Rama po përdor pasaportën si simbol të një ëndër largimi, duke ofruar qytetarëve një mënyrë më dinjitoze për të emigruar, dhe jo një realitet për të ndërtuar brenda vendit.